Dita e parë e shlirimit, nuk kem ditas me u gëzu. Ka ardhur njeri që ka qenë i shpërngulun prej venit me dhunë, ndërkohë këtu ju ka vra baba, ju ka vra vllav. Kur ka ardha ke mujt me thonë për hajër të liria, apo dasht me thonë zotit lashnësh, si dikon e ke vra, tu ka vra do të thotë. Kur kryet masakra në Spicë, vritën 147 burra, gra, pleqe, fëmije, kanë zonë, të merë zotit. Ka momente trama. Momenti më i rëndë imi ka qenë e gjej shokun më të mirë timin. E kom njoftë nesërmen varrin e tina, kur e kom pa babajnë e tina, duke varros djalin e vetëm, asnjëherë nuk jemi likështu. Me thonë që u ba, e të nalëm se shkuma dhe na. Për kundrazi ka qenë vullnet, qysh me vakmer, me nëzera gjak, jo me lanë me shku poshtë. Edhe si kemi nda luftimet dhe i ditën e funit. Që ky prind i 5 fëmijëve ka qenë. Fëmijët e tjerë nuk dinë ku janë, as nonën s'dinë ku janë. Unë vetë jam arsimtar. Më ka dashur me marrë armë e me mbrojt familje mas pari familje me mbrojt. Që 84 vjet ke pas luft me tonë, se njeri as i kusho nona, as kusho bëtra, as kusho buka, as kusho fëmija, as kusho gjoja. Agron, përshëndetje. Përshëndetje për ju, Laureta. Mirë se u gjatëm përsëri. Mirë se erdhët përsëri. Si po kalon, ç'është po janë gjetët tua? Mirë, pa të i të lashe, me punë të përditshme, me halla, me derë të njëjta, na u ka bo rutinë tash jemi mësu ma, qështu. Sot kemi arë në kuadër të sytë që panë të mirë. Kemi me folë pak ma gjerësisht për jetën tënde, edhe prej momentit ku ke qenë 16 vjeçar, edhe ke kapë armën, edhe ke veshteshat e ushtrisë çlirimtare për herë të parë. Kena mundal prej fillimit. Ke qenë veç 16 vjeçar, momentin kur ke vendosur me u bashku rallëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po, e vërtet. Qysh janë kanë, qysh ka qenë momenti i parë? Pa, shqyqër Zotit erdhe ditë me i kujtu me krenari, me mallë, me nostalgji, me ndere, me respekt, jo dhe për veten e vetë, po për luftën, për kontributin e gjithë ushtarëve, për vlenën ma sublime ditëve të sodit, ditëve të lirisë. Pra, momente që dikur kanë qenë mjaft sfiduse, mjaft rana, me sakrificë mbi njerëzore, djemve, qikave, trava dhe të qëkës. Sot një krenari kombëtare që është për nder, është për respekt dhe për kujtim përjetshëm. Si ushtari i ri në atë kohë, Ke qenë fëmijë, fëmijë, shka ke qenë. por që kur vjen koha luftës nuk të pyet çfarë moshe ki. Kemi pas bashkëmoshatarë të mi të mjaftueshëm. Ka pas burra pleq që vërtet me zi ka necë, por zemrën e ka pas të madhe. Ka pas të moshës të mesme. Do më thonë gjitha llojet e moshës, cilët kanë pas vullnet, kanë pas guxim, ja ka falë Zoti atë dhunti, atë guxim me marë pushkën, me i dalë një armiku gjakatar që fare kemi pas na Serbinë atë kohë. Natyrisht që si fëmijë nuk e kom pyet familjen, babën as nuk e kom pas këtu, e nëmën fort nuk kemi na Kosovartë, s'kemi qenë kur qaq dhanëm që gjithmonë veç me vetë nënën, gjithmonë kemi bo kapak, lojna rreth saj, me gjithat ndërkohë ato dalin shesh, se nuk mënush me bo kur gjo,
por që asnjëherë nuk e ku marrë asnjë vërejtje, as prej babe, as prej nane, as prej gjyshe, as prej askujt, pse unë e mora pushkën. Përkundrazi vetëm që e kom pas, do të thotë për njerëzve, për bashkëluftëtarëve të mi, të moshës të madhore natyrisht, për mësuesav, për bashkëfushatarëve, të cilët kanë sugjeruar që mos jam edhe unë për shkak të moshës natyrisht, edhe në atë kohë isha më i madhi në familje, prej 9 fëmijëve më i madhi, baba ishte jashtë, do të thotë kishin konsiderat që ka nevojë dikush më për kujdes edhe për familje, pra këto ishin rrethana të cilat unë e mora pushkën, e pata fatin mbjetoj, aksidentalisht mbjetova, si unë dhe shumë, apo të gjithë ushtarët e ushtrisë ligjore të Kosovës, se një njeri që ka qenë përballë armikut, i ka ndëru fishekt me ta, unë mendoj që është aksidentalisht gjallë, sot në jetë. Sidomos në rrethanat çfarë ne kemi pas gjatë luftës, ku forcat kanë qenë aq të pabarabarta, sa që nuk e di qysh kemi mbjetu. Fjallën që ta thënë nona e kur e mori vesh ke vendos me bashkëradhëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Pa nona si nonë qysh është normalisht që pe frike që po fritëm apo po bëj diçka, e ka pas atë hezitimin e vetë, por asnjëherë nuk e ka pas likështimin e vetë. Gjithmonë e ka pas atë qëllimin që unë edhe shokët e mi të jemi të sigurt për jetën tona. Përkundër kësaj ka pas edhe aty këshillimet e veta si nanë, që mos të bëjnë nejtë diçka të gabueshme me armë në dorë. Unë e di që te ke marrë një pushkë me të cilën ke mujt me vrave që lepra me to. Po, në fillimisht, unë kam marrë një pushkë llavaçk që i thojmë na, pushkë vetije. Ka qenë pushkë llavaçk me kaqiga ruse i thujshin, me një rreth fishak me nashta 20 copa fishek. Me to jam armatos fillimisht, pastaj me kohë ma kanë ndërruar atë armë, më kanë dhënë një pushkë dhetëshe, pushkë gjysmë automatike, të cilët e kom pajt mas gjati, deri në kohën e bombardimeve, ku në kohën e bombardimeve kom marrë një mitralos 36 kilsh. Pra luftën e kom përfundu me mitralos 36 kilsh, PKT thëshëm në atë kohë, po thuj se me pesh sa unë saja. Por që nuk kom hezitu, e kom bajt me veti, kam shtime ta, ndihna mirë, ndihna krenar, edhe vërtet shumë krenar që kisha fatin të jem luftëtari uçkës. Po ku e more guximin si fëmijë, si 16 vjeçar? Pa tjetër që dëshira për me mbrojtë atë dhejon edhe venin edhe pragun e shtëpisë ka qenë shumë e madhe, po prap ke qenë veç fëmijë. E drejt. Çka të shtyu më bë pjesë e ushtrisë shërimtare të Kosovës? Kështu e donë, thoja gjithë herojt, gjithë luftëtarët, cilët padyshim janë heroj, në mënyrë automatike një person që lufton për atë dheun, për lirinë e popullit është hero. Se na sot i kemi dasi veteranë, se ja duhet thuj që dush, por për mu, nuk për i thonë veti këtu, po gjithë luftëtarëve tjera ata janë heroj. Të lirisë të sotshme, përveç që janë gjallë, fatmirësisht. E fatkeqësisht, ky vend, ky popull, dhe këto rrethana të jetës sot nuk pja din vlerën e heroizmit tyne. Keq, shumë keq. Se i për këtë trimnis, nuk e besoj që është punë veç ku me ditë sa trimni. Është dhëndi, është krim sistematik i rrethanave, ku njeri duhet të tregoj vlerën e vetë për jetë vdekje. O prano të nënshtrohesh, o prano të sakrifikosh. Sa për veti, aq për familje, aq ma shumë për vendin tanë. Pra, dosh me dalë prej gjithë shkafit, prej vetë vetjes, për kundër mboshës, për kundër faktit shëndetësor, a kushteve ekonomike, a që të qofshin. Por ti, me dhanë vlerën tonë, kontributin tonë, për aq sa munësh, për balë një asaj që duhet vdesësh si burë, apo duhet dërzohesh për të keqin burë. Pra,
Këtu definohen gjonat. Po prap një pikë thej se po besoj që ka qenë që vendose me i vesh teshat e uçukës. Momenti kur njeri ka pushkën, ma ka vesh një rrugë. Është ai moment ku unë e ka marrë pushkën që jam dje i lirë. Unë kam mund vrita ma ditë, e të nesërmen, e gjatë gjithë periudhës të luftës. Çdo ditë ka Po qenë. asnjëherë ma nuk kam qenë në nështruar. Unë nuk kam qenë ma e okupuar. Unë kam qenë i lirë. Se me mu, unë da vesh një fishek. As një fjallë, as një sistem, as juridik, as qëfar do qoftë, për vesh një fishek i kena mujtë mi nda me se cilin armik që të më kisharë për balë. Si mu, si se cili luftetar. Pra, se cili luftetar, momentin që ka marrë pushën, e ka qenë i lirë. Krejt sisht i lirë. Derisa ka dalë liria për gjithë, apo derisa ai ka ra në pjedestalin më të lartë vlerës heroike si që është dëshmor. Pra është definua ato. Në atë moment që ke marrë pushkën, se cili ushtar apo ushtare ka qenë e lirë. 2 vite para ditës së lirimit. Kjo është fakt. E kështu, çfarë më bëra? Lufta patjetër që ka sjell shumë ngjarje, shumë gjak i derdhur, shumë gradë të nume, shumë sfida, po cila ka qenë një ndër sfidat më të mëdha me cilën ti personalisht je përballë gjatë asaj kohe. Nështë momentet kur, a ka pas ndonjë moment ku keni mbet, e di që ka pas shumë, po që nashta edhe sot është ende në memorien tone, ku keni mbet pa plumba, pa armatim, pa ushqim. Kemi pas mjaft raste. Gjithë lufta, gjithë koha luftës ka qenë sfiduese, e rëndë, me plot sakrifica. Po nëse dalim decisiv kështu, mu i me riktheksu, do të thotë si ditë e mia të merrit. Ditë e fillimit bombardimeve natës. Data 24 mars 1999, kur neve për na gjanë të rreshtuam në për istikamet tona. Atë natë që ra NATO Serbisë, atë natë kanë fillu bombardimet në Drenicë, edhe thuja në gjithandej Kosovës, po në Drenicë atë natë. Muna me ritheksu edhe një gjallë, shumë njerëz janë gjallë, fatmirësisht e din, raketa e parë që ka ra në Beograd, 20 minuta gjysore mrapa, ka fillu bombardimi i Serbisë mbi Drenicë. Raketa e parë që u nis prej Serbie, apo ma mirë me thonë prej kufinit, Kosovë, Serbi që është Mokna, ka ra në shatin tonë në Tërnov. Aq kemi qenë konfuz, sa që kemi besu që është raketa NATO-s. Idej nuk e kemi pas që po vinë raketa aq të mëdha prej sesë Serbisë. Raketa parë që ka ra prej Serbisë ka ra në atë lagjën ato të fshatit tim Tërnov. Në shtëpinë e Ajet Kajtasit. E gjithë familja ka qenë nodë, mazdarë këtu piqaj. Kur e ka kap raketa, komplet kulmi në shtëpi se ka heke, ka gjunë ledin, edhe ka eksplodu për ti shpije, fatmirësisht, një rrith kush nuk e ka marrë në familje. Kemi qenë atë natë, shumica ne ushtarve edhe bashkëshatarve, kemi shku me po. E dyta ka ra, fill me thonë 50 metra më lartë, një kru ka qenë i vjetër, edhe ka dërmu, e ka bo 6-7 metra grup, dhe më thonë raketa e dytë, 2 raketet e para që kanë ratu. Pastaj ka vazhdu me raketime, peja të ujtë ka gjuhë në fshatin Klodërnic, në familjen e Ganibekës, familjen e Fetamulës, pastaj ka vazhdu Likovcin, Aqareven, prej një të spik, prej Moknës të lartë, që i ka me siguri 40 km vija ajrore për këtujt. Dhe atje ka sulmu prej këtujt. E atu fillon të merri. Atë natë të nesërmen, dhe të thotë, ndodhi si ndodhi, nesërmen ne kemi rikëthyne për pika, të që kësë jemi përpjek me rezistu, pëthuj se gjithë dite. Por që me ko veç fillon me u thy, pika tona.
ishte pamundshme me rezistu gjithë ati granatimi, gjithë ati bombardimi Serbisë mbi leve. Paralelisht NATO luftojke Serbinë, Serbia luftojke Kosovën. Kjo është fakt që e mbajmë mend shumica neve që jemi gjallë. Dikur mas dite kanë fillu me thuj pika tona të ushtrisë lindore. Ra heroikisht në fshatin Pëtëlisht komandant Mustaf Qorri. U thuj pika e Kastriotit, atje ku ishte komandant Muz Dervishi. U thuj në përthuj se gjitha pikat. Fillu me u tërhek, gradual jemi këthy ushtarë në urdhër, që tikin të lëshojmë pozicionet e para se ishte pamundshme edhe të miremi me banorët, të miremi me njerëz, do më thonë që ishin tikun prej vend luftimeve, prej fshatna për rreth, granatime tegra. Atë natë kush sa ka mujt me ban, kush qysh kemi dasht, edhe të nësërmen, 26-in kemi mi dalë në për afer pikave, apo pikat e dyta, por që ka qene pamundshme, mos e veç filloj ofensiva Egër. Ka dal-dole, jemi rikëthy në për shtëpia. Kur kam ardhë, atë ditë në shtëpin time, këtu ka qenë shtëpia vjetër, shumë afër këtu ku jemi, kam hyrë në shtëpi. Sofra kishte qenë e shtrut. Kishte pas pulë mëris. Gjitha pjatat e lugë të antarëve të familjes kanë qenë në për sofrë. Asë një njeri nuk ka qenë në shtëpi. Asë nuk e kisha idenë ku janë. Jem ullë me hangër i ka fshat bukë, i vetëm. Ka qenë data 26 mars 99. Ora do shta 2-3 pas dita. 2 ka fshat nuk mujt me hangër. Këtu pas shtëpia, gjithë lagjës, ka ra një granat prape madhe e Mognës. Për një kohë gjatë, ose gjatë gjithë kohës të luftës, ka qenë një zgavër e madhe ku edhe gjanja kanë pi ujë, që ka qenë e thellë, bunarë e sapi, 5-6 metra. Kanë radhe të tjera, por po flas për këto që ishte afër. Momenti kur ka ra e granata tu, asë një tjegull në shtëpinë time nuk kam betë. Madje shtëpia ka qenë në atë kohë pa ploqa, që shkin kam pa plak betoni. Pëthuj se gjithë tavani mra në sofër, mra në krye, drasa, qeremide, blok, plon, që shkuni, asë një dritare nuk mbet pa u thy, për i detonimit madhë, se shumë afër raketa. Besova që e roku shpinë, dhe në atë kuptimin se për i mranë shmi si e ndjela. Në gjitha dole jashtë, me vrod kur dal jashtë, e shotimi e madhë pas lagjës edhe dita që nuk është godit shtëpia, po është një granat e njëjtë çfarë kishte ra atë lagjën atje. Deri nësa kam dalë në atë moment, jashtë shtëpie, kam dëgju brimat mëdhaja, brenda këtij duvari të djali lagjës. E kam marrë pushkën, me vrap ku nga, ka qenë, kam gjik që i thojmë na, dele o borët. Kam i mrena, kur kam i mrena, kam pa një torë mgrash, edhe një borë të plagosur në tokë. Unë nuk i kisha idenë që ka ndodhë. E dija që kanë qenë mrena rrezës veprimit të armiku, do më thanë bombardimi, po realisht nuk e disha që ka ndodhë. Kam lanë pushkën shpejt, kam nga, kur kam shku, kishte qenë një burr i plagosur. Një muj shala i leqinës. Burr i vjetër, i nhelshëm me plesë të bardhë. E kishte marrë një plag në kamën e djathtë, po sa grushti, cope granatës. Qika vetë, në shta 2 qikat e reja, ti nuk e di kush kanë qenë pe grave. Ato, unë ishin me e marrë me ngarku një traktor, po ishin të pafuqishme. Edhe për shkak gjakderdhës madhe, edhe për shkak peshës, nashta edhe si gra dhe likstim, për shkak granatimeve të mëdha, megjithatë, ja kam dhënë ndihmën e parë, ja kam lidh kamën, ja kam marrë me dorët mi, ja kam qitë në traktor, edhe ja kam marrë rrugën me traktor, ja kam qitë deri në Stom Kodre, aty ja kam taku djalin e djalit Tagjës, Samin,
Ja kom dhënë traktorin e vetë, sepse ka qenë traktori tina, e ka marrë dhe kanë vazhdu për izbic, derisa unë jam rikëthy prapë në shtëpia tona, edhe jam rikëthy në shtëpi, ku jem përpjek me i mbrojt disa gjanat vjetra, qofshin fotografit babajt, teshat e nosës, nanës, e disa gjana elementare që mendojsha që e vlen me i ru si kujtim, sepse e disha që sa të para armiki do të vjen edhe do të djek me çka ka. Pra në momentet ma ndjeshme të asaj kohe vazhduan bombardimet, u tërheken banorët. Erdhën ndërkohë dy djemt e kusherive të mi, Nikania dhe Arifi, u takova me ta. Tha duhet me ik, ka një krejt lagja, kanë shku, tha ne duhet me shku dika. Thash, a pat një e ushtarë dikon. Tha, shumica ka necë. Ishte vërtet, shumica ushtarëve të që kësë kështë marrë rrugën për jashtë rrezës veprimit, pasi ishe nevojshme, sepse s'kish mundësi, kur farë mundësie të rezistencës. Edhe kemi nisë me dalë, atje ku ka qenë shtabi i ushtrisë ligjëtare të Kosovës për një kohë, aja u disloku shtabi tek një lagje tjetër, ato erdhë një banor me jetu, me thonë me ke shtëpi aftona, një kadre vojvoda, ka nejt në atë shtëpi. Dhe ndërkohë të bëni vizit, gjithë lagjes mos ka mbet edhe dikush, nej banor, sepse mora informacione, se atu kush të plagu moja, ishin plagu edhe dy të tjerë. Balirezj, djali Migjës Babs, edhe një Ferhat të Raci, mik i djalit të Migjës. Do të thotë ishin kanë tre të plagosun, në lagje ata dy këshin pa tërheke, një muja i kështë pëmbet, ashtu si tregova në rast. Kam shku edhe deri tek shtëpia, apo e shtabi, atu ku jetoj ke kadria, kom hy mrena, kom gjetë një plisë. Një plisë të bardhë. E kom marrë atë plisë, nuk kom ujtë me lanë tokë. Kur kom dalë jashtë, i kom pa prapë Ganin edhe Arifin, të dy t'janë gjallë, fatmirësisht. Edhe i kom tha me zotë gjatë, vazhdoni. Unë nuk dalë për këtujtë. Edhe kom nejtu. Kam shku në atë majën e Kotrës atje, edhe jam pozicionu për balë shtëpie. Unë të mi pas rreth 200 metra vjajrorën ashta. Me qëllimin e vetëm, që dikush që do t'hin në borë, pakten kam ja dha dhe i plëm të funit, me t'ma jep edhe i mu. Po nuk ndodhe as ashtu. Vazhdu nga një Arifi, unë po prit që në Kodër. Rruga që të shtëpie për unik, ka qenë edhe në atë kohë rrugë e shtrume me zallë. Edhe gjithmonë armikin i kemi prit në për këtë rrugë. Për një kohë ka qenë edhe minume për i djemëve tonë, për i celulave të para, luftetarëve trima që kanë qenë dershëm, ka qenë me mina. Por që me kohë i ke patim largu minat, për shkak se kishëm aktivitetet tona, edhe s'me ishëm e vinan të përdojrët ato. Po presin majët Kodrës, kur po hinë në Sërbët, një i zhurma e tankseve, e automjeteve, temi zi për të naunve, u djekin fshatnat, Qitak, Padalisht, Leqin, Kostërc. Ish ofenziv pat kohë, që e përfshiu prej Vitakut, Kostërc, Klëtërnic, Tërnov, Leqin, Izbic. E kështu i mbori komplet, do më thonë, deri në Vojnik, Tushil, Aqare, e deri në asfaltin, në Glare, është e njëjta ofenziv që vazhdon në formë patkoni për ato ditë. Unë po pres në Kodër, Martë. Pa prit, pa kujtu, në të lagjen tjetër, del një tanks. Tanksa kishte dal nga fshati Kostërc, trup arave, levadheve tona, e tjetre nanë. Ose ka qenë një informat që kjo rrugë është prapë e minume, ose nuk e di pse ka ndodhur ashtu, do të thonë që armiki nuk ka ardhur rrugës, por ka ardhur arave. Dhe realisht një natë përpara,
fshati Kostës, pasi u tërheqën ushtarët, atë natë kemi prit mos dervishin me 36 ushtarë, pikërisht këtë gërmadhën këtu, këtë odën e djalit Tagjës Babs, që ka qenë në atë kohë dhe komandant Togo. Kemi dhe darkë, kemi qitë qaj, kemi rahatu ushtarët, atësa kemi mujtë, kanë vazhdu me u tërhek për këtyune, më thotë, nesërmen aja tankës ndolë fix, në përpikat të tyne, tjetërën lagje, dhe unë isha fix në kodër prapë. Kur ka dalë, atje, në gjonë që si kësha prit me dalë, e mbajnë mend fort mirë, që më ka godit me topë, me prejlë tope, është përpjek me më godit, ka raj 30 metra ma poshte, ma ndjahte, prejla, nuk ka mujtë më mbrokë. Pra raj edhe e qëllimi im, që kur të shodi kanë në borë, ta gjuj bili për i qatë jetë, së mujta me gjuh, së më dollën kajtë për të të samë. Filloj me ullshu të poshtë, me ikë goditjev tjera, që mundet me me dhonë. Tankësu, e shon një plak për tej rrugës, ka lidhat lagje me rrugën kryesore, edhe vetë me vetë dhe shajmë më rëmiqë, se s'ki me pështu i gjalla, e vike kënej. Ndërko, unë e lëshohëm mal, takohëm me migjen. Kështë e qenë një djali i Agjës, babës, një baligjemi jonë, me plesë bardhë. Edhe unë e kësha i plesë bardhë, cilën e kësha marrë në shtëpia Katrisë. Jemi taku në malë. Atë natë kemi nejtë. Bashkë. Unë si vetë me ushtarë në fshatë, edhe një plak, që kam besu që i vetë me ushtaj edhe unë. Po në fakt i shkon pak më ndryshe, kish pas të edhe tjere. Atë natë, jeshora ka njoj natës, pushun gjitha granatimet, shtëpitu djekshin, kem pa me sytë e mi, momentet kur kanë hy forcat këtu, i kanë djek shpit, e kam pa me sytë e mi, format që i kanë djek, kanë pas të pëmbolat dorës, nuk kanë himën anë në shpe. Pak të në temen, ja, kam pa kur e ka gju, për gjamit e ka thy, gjamin edhe ka gju mrena, puf, dhe për një moment e ka kaplu flaka. Deri ka njoj natës, u qetësu gjithë shka. Kërkesa djallit Tagjës Babs, ishte që të vim në shpet, pak të më të shymë në i shpi, mos po mundu me pështu, i thash, është pa mund shme më të shkujmë, se me siguri i forcat jenë këto. Por rezistoj shumë, edhe provu më ardhë. Ram mina, tu fillë në shpi, ram më në impriti, jo mina, ram prit. Këshin qenë 5 policë, në rrugë, këshin kryu një post-blok me zalë, po fati jonë, se ka qenë ka pak të rashi, e këshin dhejs një zjarë, me disë rrugë. Edhe dikush për i ty në nguci zjarin, edhe u kryu në zhish ka sa me po na, që dikush është ato. Realisht, na pështoja i moment, të rriqem ka dal poshtë, bim të proni, në hetojnë, të shku të poshtë. Goditin me predha, me metroloza, fatmirësisht pështu më dëtë. Ishte nata e parë, që na e bojmë bashkë në pru, në reshje. Dhe më thonë, edhe mu po më bëjshin, thuja 24 orë pa ushqim, pa bukë. Pra ka qenë një natë me shi, një natë e ftoftë. Ku ne i shpëtuam edhe një incidenti ku ram një post-blok brenda lagjës që këshin kryu forcat serbe, ndërko jemi këthy në malë me atë breshëri mbrapa, të na gjujt në të vazhdimësi, kemi shku, thojmë, në proni madhë. Ato afer kishtin qenë edhe 2 gra bija tona, tjetërës lagjë, bashkë me vllajën e vetë Isën, Shehidja edhe Hamidja. Ka ora 2 natës, edhe ata kanë tentu sigurisht më shku në shtëpiat veta. Po sa kanë dalë prej pronit,
Më thonë distancë 5-60 metra për neve. Kanë ranë pos blokun të tërë sërbë. Edhe në ra dyjet. Tu sot e kanë një guri, ku shënohet vendrami atyne. Atë natën e parë, sulmi të armik që ishte i pozicionun me për 3 lagjet e fshatit tonë, u vranë. Të dyjet. Në zbardhi me nxesi ashtu, në përshi, të ftoft, pa ushqim, me të vetëmin njeri, me balingjim. Vetëm ne dy, nuk ishte tjerë. Gjithë dita ishte me bombardime. Bombardimet vazhdojshin jashtë rrezës tonë. Fokusi ishte Izbica, ku ishin mbledh mija njerëz prej fshatnave për rreth. Ashtu ishte fokusi në Glodërnic, ku bëha masakra. Edhe atu vranë 57. Dërsa 147 në Izbic. Kjo ndodhë me të 28-in. Na po flasëm me datën 26. Atë natë, deri sa në rrëthu fshatnat Izbic, edhe Klatërnic, edhe Tushil, e Aqarev, Broje Vojnike, gjitha këtu, do të thotë ne jemi prapë jemi qenë do. Do të thotë fokusi i granatimeve ishe në për fshatna tjera. Ne kishëm mëjetë më në fshat tu. Sa lëviz shumë prej përroni ma naltë, sa ma poshtë, duke përcjellë situatën. I vetëmi unë edhe baligjim. Dërsa pjesa tjetër gëllzova, një isa që shpëtoj, 2 motrat ju vranë, edhe ai ka qenë dikun ma lartë malë, po që nuk e kemi pa. Natën e dytë, ka nikë prej Izbicës, janë tërhek disa persona. Unë edhe i ri, edhe i lodhën, edhe në përshi, pa mbuloj, pa ushqim, u likështova ma shumë se tjetë. I ri nuk më një rezistant në gjithave. 2 vjetrit ma janë të kalitun. Kisha ra pak me fjetë. Baligjime kish marrë dikun një cop të pihi. E kishte ngrej prej afër shtëpiave, ku me dit, ose në pru e ka gjetë, nuk e di. E ka pru e ka shtru, edhe kemi ranë në ta. Qatë më të ftoftë. Qatë më të ftoftë. Midis Prockës, të kontu i të ecë. Ka gjysë me natës, për një ma nëzërë gjumit një zhurmë. Of, arek nej, shkohmon, s'kishte njerëz tjerë. Kur e zëj kryt, afrona kështu me prejk dikon me shoni burë me musteqe, kishte qenë një Baci Sali Kajtazi, edhe në tjetra non një Enveri, është gjallë halo, cilët kishin ikë edhe ata prej rrezës të Izbicës, do të thotë për venit ku godit e tash për forca armike, edhe erdhen tek ne atu, ja u kishë bo pak ven afer meje me pushull ata. Atë natë kanë ardhë prej Izbicës edhe Osmani, Bali Islam, mësusi Kamer, Bojra, mësusi Feta, edhe një Baci Mustafa. Kur vjen e më gjanë në gjendje tanë mu, Migja Mustafa shkon të shpjevet. Gjanë pak kumpira, patate, djeguna për i flakën në shpe, edhe do speca të rëshi gjujtun për i forca varmike që e kanë po catë, endë në për shpe, në për to kemi ledhë, edhe mi bjen që ata 3-4 kumpira e i kom hangër, edhe një speca 2, do të thotë sa me mojtë shpirtin. Pastaj kom vazhdu edhe për 2 ditë tjera pa buk. Fiks 4 ditë, 4 net, me 4 kumpira. E i speca 2, turshi, me të baltosëm, naturisht, për toke. Po vazhdojnë luftimet, vish njerëz që i këshin për rrezëve. Dikun natën e 3 ka ardhë natën në atë lagjen anena, edhe një martir tjetër, Naim Kajtazi, djali i ri, pak ma im një vete gjysë 2 para meje.
ka ronë post blok edhe ajo është dura. Atje ka lapidarin. Përfundon gjithçka me datën 28, kur kryet masakra në Izbic. Vritën 147 burra, gra, pleqe, fëmije, kanë zonë. Të merë Zotit. Me datën 29, të rriqen forcat. Largohen prej fshatnave, i jepet mundësi me dalë. Dalim ka dal, shkojmë për Izbic, edhe shohim të merrin me sy tonë që kanë ba forcat serbe. Në hyrjet Izbicës, kur kom hi, e kom gjetë një bacin aslan, bajra i vram, të parin që kom gjetë. Stom rrugë, në hyrje, pa u afru të masakra. Pes largë dhe kom hetu. E kom dalu që është ai. Jo më afru, e kom largu pak për rrugë, se edhe ka qenë i vran, edhe i shkelun, me avtomjet. E kom largu, e kom këthy në barë, se ka qenë përbës. Bashkë kemi konë me Nazifin, Osmanin, me Balin Islam, kur kemi shku. Edhe në rrjedhën informatat që u bani masakra atje. Njeri mas njeri, afrohem të Izbica, him pikrisht ato ku janë sot Varrezat, e gjojmë janë 27 personat vram në atë pjesë. I marrë i kontrolloj gjithë. Kam qenë pak ma i fort. Ma i fort ndërkohë që ke qenë fëmi. Vete kom rrotullu. Kom këthy në barë. Tu përpjek, mja u gjetë ftyren se kush janë. Tu ja u që në i setër, tu i kontrollu gjepa mas ka një letreftim, një dokument, një diçka. Ndërkohë, kërkesa jonë, me madhe ishte që t'i gjojmë njërës të lagjës tonë. Baleri që i shplagu, që s'di shumë për ta, po u kanë edhe bali kajtasi. Atu me rëp, i cili nuk ka dasht më tërhek, mes milion familjet vetëm. I gjejmë 27 persona, i kontrolloj gjithë, dikon dokumenta, dikon pa dokumenta, nuk e disha kush janë. Shumicën njerëzve nuk e njosha. Dhe isha i rinë mosh, sështë. Largohemi me një turm tjetër më nalt, një turm rreth 15, se kanë qenë këtë grupe. I kontrollojmë edhe ata 15. Nuk është asja. Derisa kemi kontrollu në ata 15, grumbullin e dytë, krejt tjetër në anë të Kodrës, e kem pa një varg njerëz tjerë të vramë. Jemi dalë për atë ujtë, kemi shku po goti 1 kilometër, 30 veta të vramë. Atu i kom gjetë 2 kushëri, 2 Bajram Bajra. Ne i kem thonë, jonit Bajram Coku, tjetërit Bajram Bajra, po 2 Bajrama kanë pësem. Atu i kemi gjetë 2 vramë. Disa tjerë kish pas edhe tjerë, po që gjojsha letra, për shkak goditjeve të plomav, s'kisha mundësi me identifiku, ishte pa mundur. Po prej asoj turmës 30 atje, kemi pa edhe grupe tjera ma lartë. Për mi ata grupën e 15 që i shumë gjetë. Prap jemi rikëthyn kiton, i kemi identifiku edhe në grupin tjetër, prej 10 personave, ato kemi gjetë edhe Balin Kajtas. Djallin e Oz Babs, djallin e tina e kisha me veti, Nazifin, vllaun e tina Islamin, djallin e vllavt Osmanin, me të cilë isha pjesë mars. Vete kom identifiku, e kom këthy në barë, edhe i kom tërhik që kam gjetë në për dokumenta, gjana tina personale që i ka pos gjepav, ja kom dërzu djallit tina, edhe të nësër me në vesh kemi fillu me ceremonit e varrimit. Organizimin që i kanë ba natyrisht, strukturat të që nuk kemi ka numër i madhë, njerëzve që kemi marrë pjesë në varrim. Në ka ra shumë varra me qilë për persona. Në ka momente trama, momente mdishme, momente që kanë lënë gjurëm, kanë lënë bresa,
mendjet tona, në zemrat tona. Nuk është lehtë. Edhe për vdekjeve natyrale, kur vdes dikush, është mërzia. Është aja ftohja shpirtnore që do. Lema kur eshe që dikush dikën e ka privu padrejtësisht për jetë. Veç pse ka pas një armë në dorë, edhe ka pas mundësi mja bo një civili. Njerit parmatosën, një plako, një gruje, një fëmije. Po Serbia ka ditë me bo këto. Sistemi i tyne, vrastarë. Çka të pleku mes shumë Momenti më i rënd imi ka qenë, po flasë për qëtë periudhë, kur ndërkohë kemi gjetë duke kërku, ullumtu njerëz të tjerë në përreth, ka jenë vrit në përvend luftime, sepse gjithandej gjinë edhe 1, 2, 3 grumbuj ndryshëm. Mora vesh që është vra profesori im, komandanti për ngritjet moralit ushtarak, Ajet Beqiri. Mora vesh që vra doktori i luftës, Zaim Bajrami. Tjetëri dëshmor në Verbojraj, kritë se shtafër të tretë, që këshin ra një prit natën, duke u përpjek në bjetojnë për gjitha taj situate. Në ndërkohë, e gjej shokun më të mirë timin, tjetës time, Sami Bojren. Kemi qenë shkollë të mesme bashkë, por që ishtë demolu pjesa e fytyrës tina. E kam gjetë, e kam të e kalu, nuk e kam njoftë. E kam njoftë nesërmen varën e tina, kër e kam pa babajnë e tina, duke varros djalin e vetëm, që e kish 7 vajza në një djallë në atë ko, edhe babajnë, Bajramin, Bajra, edhe Sami Bajra, djalli i ti. Dhimbje shtohi për ditë. Na vra shpirti, na vranë shumë njerëz. 11 banorë të qatit tonë. 3 gra, 8 burra. U martirizun për lirin tonë. Pra, është la me gjak këven, është pagu me gjak këven. Duhet me rujt me gjitha forcë, me gjithë shka që ka kemi këtë ven. Nuk mundu mja këtë shpinën. Të në momentet më të rana mjetën tem që këmë kalu. Pa marë parasysh se si cila ditë luftimi ka qenë sfit për jetë vdekje. Zvica. Vendi lavdisë, definitiv. Një prej të mereve më të rënda që i ke pa me sytë tu pa tjetër që ka qenë masakra i Spisës. Qa ndjeve në ato momente kur pe fmi, gra, burra, njerës që ke pasë dhe i ke njoft kur i pe në atë gjendje? Qka pe në ato momente? Përveç që jemi ndi gjallë, edhe një gjallë viktima kemi qenë. Pak kemi dalu për tyne, shumë pak. Ashtë ftoft, ashtë vram, ashtë lëndum. Po është një gjë interesant. Asnjëherë nuk kemi likështu. Me thonë që u ba, e të nalëm se shkume dhe na. Për kundrazi. Për kundrazi ka qenë vullnet, qysh me hakmer, me në zera gjak. Jo me lanë me shku poshtë. Edhe se kemi nda luftimet dhe i ditën e funit. Jena përpjek me mbjetu, me luftu, e me nejt kështu qysh jemi sot, të lirë, bja gjak, që është vetë themeli këti shteti. Pra, shumë e nëmshme, me varros, trupat, masakrume, fmi. Gjithë shka ka pas. Nuk kam qef asë në për filma me i pa. Lema të vërteta. Ne din gjithë ata që kanë marrë pjesë ato. Se si ka qenë. E randë. Njerës pa kokë.
gjymt të këputën prej armë në trana, pa fytyrë, të shpuma në manë. Jo letë, edhe s'ka qysh manan. Inshallah Zoti i pagun gjakun e tyne. Inshallah ky vend e ky popull nuk e harran kurrë se çka ka bë. Armiku i fundit dhe të gjithë armiqt që kanë qenë para tij. Që në vazhdimsi populli ynë është martirizu e kanë ra dëshmor mbrojtje e veni. Prandaj edhe kemi shtet. Pas në moment, kishen ballë për ballë me armikun edhe e kemi ndje vdekjen shumë. Bëhet njëjtë diku njëri. Nuk ndjen mu. Ka moment që nështë e ban frika, nështë trimnia, unë nuk e di. Nuk jam psikolog, po e pret një plomë. Le të merë. Dere sa në vazhdim si ti jep ploma që ti kanë të godasësh. Por e pret atë plomë që të bish ashtu që është ka hje. Ti ma ke thonë një fjallë. Kam shtu aksidentalisht edhe ka njëherë mjetë marak që s'kum përfundu si shumë. Shokët me. Pse ky mendim ma grënë? Nuk ka vdekje më të mirë se me ra për liri. Nuk ka, në tonë kena me vdekje. As nuk ka pare që mund është me paguat vdekje. është vdekje, me thonë vdekje, se është lindje përjetshme. Një njeri që kujtohet vjet për vjet, ndarohet vjet për vjet, jeton e frymon gjithçka mbi vlerën e tij, ai nuk është vdekje. Prandaj u kem lakmi. Prandaj e tham ato. Që është shumë më mirë, dhe nuk mundesh me gjetë më atë vdekje. Ka përfunduar epokë. S'ka më heroizëm, s'ka më trimni. Sa mundesh me i dalë zot punës, fenit, kontributit, çdo gjëje. Nuk mundesh me vdek për liri. Ka përfunduar epokë. Për atë arsye, kom thonë, edhe tham gjithë. Të lëmë të ta për veti. Mos po tham, nuk po tham ma mjertë nga për veti. Po të lëmë të ta për veti. Tri shkujnë atë orta, Krenaria jo në kombëtare. Për minja vjetë tashme. Është sublimim i gjitha luftrave që kemi pasë në përpjekje për liri. Është sublimim. Është kapaku i çdo gjaje. Finalizimi i përpjekjeve tona shkollore. Uçëka. S'ka tjetër. Agran, në momentin kur mbete i vetëm fshatin Tërnov, çka ndodhi pastaj? Ashtu si që tregova, do të thotë nga shtëpia, unë e vendosa këtu, në këtë kodër, që të shikoj, do më thotë, ka po vinë armisht. Edhe pse shi tim me flake, pas shtëpije tu e djegë, rend. Gjithmonë kemi llogaritë dhe kemi prind që armiku ka më në armë në rrugën kryesore, pse kjo ka qenë rruga kryesore. Megjithatë kjo nuk ndodhi. Derisa isha i fokusuar komplet në rrugë dhe shihej gjithandej tim. Prej asaj lagjës tjetër, kajtaza i dy. Prej atje më ka godit me top. Tankësi do të thotë se tankësa kishte ardhur nga pika Kastriotit, andaj ka qenë via frontale e ushtarëve të Shukës, pas ramjes tyne, si që tregova do të thotë një natë për para, ku tërheqën për shkak granajtimeve të mëdha që ndodhen, do të thotë forcat kanë ardhur nga aja pika Kastriotit, ku ka qenë vi frontale, ashtu që se theksova më herët, do të thotë ajo është thyr një natë për para, edhe kanë lëshu poshtë livadhe, e ndërsa në për livadhe kanë dalë të aja rrugë që unë vërtet si kom pa, prej tujt. Edhe automatikisht si ka dalë atje, me siguri se ka pas edhe fokusin e mjaftueshëm, por se ka pas që një ushtar është që tu, do të thotë e kanë ditë që është një ushtar i Shukës, atëherë më ka godit. Edhe me njëherë, jam tërheq këtu, kom hinë mal poshtë, për afërsisht 150-200 metra prej shtëpie, nuk kom qenë më larg.
gjatë gjithë kohës, aty në 4 ditëve të merit, që kam qenë edhe pa bukë, edhe i lollën, edhe i dërmum, për i flake, për i timi, për i luftime. Pra pas aty në 4 ditëve të merit, ku unë i kom përjetu fiks në këtë pjesë malore vogël, me ndoshta edhe jetë e këte malë nuk janë më shumë, rreth 150-200 metra. Afër shtëpisë time dhe gjithë lagjës time natyrisht. Atje për te as ty në baktive ku shihen, do të thotë e kom pa atë agjen që të thash me plis pas goditjes tupit edhe të tentimit tankës të vjen deri te unë. Ai ka kalu atë rrugën edhe u ardhë në mal, por në mal jemi taku bashk. Dhe natën e pare kemi ba vetëm me ta bashk, deri në momentin kur kanë rënë prit dy bijat tona, do të thotë bijat e lagjës Kajtazaj, si që theksova më herët, do të thotë Shahidja dhe Hamidja. Kjo ka qenë në gjithë ngjarja, dhe prej këtu, gjithë aty në tmerri që ndodhi, do të thotë familjen nuk i kisha iden ku janë. Ata kishin marrë kusherit e mi me traktor. Kanë tentu me shku për Izbic, dërsa prej Izbice kanë shku për Tushil. Familja është strehun Tushil, familja ime ngushtë dhe shumica familjeve të lagjës, përveç 2 familje kanë dalë në Izbic. Do të thotë familja e Balit Kajtaz, cili është martirizu, edhe familja Osmanit, por që kanë veç fëmijë dhe gra, do të thotë. Ndërkohë që të gjithë kohën e ke lyp familjen tënde edhe kur ndodhi masakra e Izbicës te ke lyp familjen tënde, për shkak se ti ke pas informacione që Po, na morëm informacion që ka ndodhur masakra. Megjithatë, para se ne të shkojmë për Izbicë, në momentet e fundit gjatë tërheqjeve të forcave serbe prej lagjës dhe prej gjithë katunit, do të thotë ndodh një diçka interesant. Vjen llaje në Valoni, edhe kusheriri e Bajrami, nga Tushila, duke i pa forcat her pas here, si në tërhek, ata të marrë kam, do të përparu për para, edhe vinë drejten në mal. Sepse ata kishin pas informacione, fatkeqësisht, më kishin pas lajmëru si të vdekur. Edhe publikisht, do të thotë në për media. Ti ke qenë i vetmi që ke mbetë në Po, fshatin. pikërisht edhe ja prej atyne që ka dhënë lajmet në atë kohë dhe ka bërë informimin, e ka marrë një informim gabushëm, edhe më shpall dekun, gjithë familja ime ka ditë, gjithë lagja ka ditë, përveç nanës që nuk i kanë kallëzu. Do thotë nana nuk ka pas informacion, tjerë gjithë e kanë pas informacionin se unë jam i vdekur, i vrarë edhe pastaj i varur. E në qato saza, duke ndëgju vllave në Valoni, me gjithë Bajramin, vinë me mëgjetë mu ku jam unë i varën. Po të njëjtën kohë edhe thrasin me za, tonë kohën. Edhe kur mrena pak minutash, ti shed 10 forca, që po lëvizin ande iknej, sepse nuk e di janë, apo ikin, apo çka po ndodh, ishëm bogaqëm në ato pozicione ku kisha në zonën, sepse isha i vetmi ushtar këtu. Atëherë vinë ata dy, thrasin me za, edhe për një moment ka qenë ai momenti ma interesant se kush po më thret mu me emën. Po në fakt, ju kom përgjigj, e kom njoft zanin e vllat edhe kusheririt, edhe ju më lajmëru atëherë jemi dalë, dhe i kemi marrë baktit. I kemi qitë për para, sepse më ndonën mos kanë vënu mina, mos kanë bënë kurth, kemi hinë për lagje, i kemi pas që gjithë shka është e djegun, gjithë shka është rënume, ka pas baktit vrame, ka pas njeri të vramë në lagje, ka qenë një kastriotit, fshatit Kostarc kastriot, i vramë bashkë me një lop e i vërrosën me bager në lagjen time. Edhe kemi marrë informacionin që në Izbic është ky masakra. Edhe disa prej antarëve të familjeve tona janë ato. Edhe kjo është rruga që kemi bërë prej këtuit sa ma parë për Izbic me qyrë se çka në vërtet ka ndodhur. Edhe ndërkohë,
Ku ti pe kufumat aty, ke prit që ato kufuma. Natyrisht kemi prit gjithçka. Kemi prit që të gjojmë ma shumë. Dëshira ka qenë mes me gjetë asnjë të vrapë. Por do ta shohim me sy se çka në vërtet ka ndodhur. Kjo është. Pagrën që shke momenti kur e takove familjen pas lajmit që ata kanë mendu që ti ke vdekje dhe që shke momenti kur të panë që je gjallë. Në Që shke fakt, takimit. përveç nanës dhe gjyshes që nuk e kanë pas informacionin, vllaznit dhe motrat e kanë pas gjithë informacionin. Edhe shumica kusherive që kanë qenë në të shile, kanë pas informacionin që unë jam i vrarë. Gjithatsisht ashtu. Fatmirësisht, apo fatkeqësisht, sido që tjetë. Erdhen familja u rikthyn prej Tushile, Tushil ka qenë pak ma lehtë. Nuk ka qenë të merë sikur në një zbicë. Familjet i kanë marrë, i kanë dalë, i kanë thonë hecni në për shtëpia, ne fshatna të djegën gjithandej, por nuk është bë masakër, kanë shpëtuar njerëz. Edhe atje i kanë marrë disa nga burrat, i kanë çu për Skënderaj, po natën 9% prej tyre do thotë i kanë shu. Shta në jo e kanë rej, po me vrasë e kanë rakër. Atëherë vinë familja këtu, kujdesna që sa ma parë t'ju bëj stre, përpiqem të bëjmë diçka këtu ishe pa mundur, shkojmë Kllodërnic në shkollë, turë me madhe njerëzve, krit fshatnat për rreth. Dikush nër banka, dikush mi banka, tu e gjeti ka shore bukë për fëmi, të mergjë Zotit. Por që i tërheki për jatujt, marrë vendim me qu, në Mitrovicë, fshatin Blobonis të Halla. Edhe i bëjmë 20 kilometra kam, maleve, në për 100 punkte, e qoj familjen atje 5 javë ditë. Por pas 5 javë ndodhe dhe atje sulmi. Do të digjet edhe fshati Blobonis, shkoj i marrë, edhe i bi gjithë këtu, dhe nga këto 10 fshatna që shem me sy, është e vetmja familja ime që e ka prit ditën e shlirimit në trollën e vetë. Nuk ka pas tjera familje. Ta që kanë qenë për izbit shumicën i ka qu për Shqipni, ndërkohë kër ka qenë familja ime në Brobonic, në fshatin Kllodërnic i kanë marrë, edhe i kanë qu për Shqipni, edhe aksidentalisht mbesin jashtë mundësie që të shkojnë edhe familja ime në Shqipni. Se që ke rrugë pe këtu i në Brobonic edhe qaja kosa ka nejtë, atëherë i kam rikëthy këtu edhe kemi prit ditën e shlirimit në trollin tonë. Sigurisht ta kam thënë më herët që në ditën e fundit luftës nuk e kemi pas as edhe 1 kilogram miell për familjen tonë. Një ditë para ditës shlirimit ka qenë një ndër Dita e fundit. Po, dita e fundit e Mëngjes. Kjo ka ndodhur dita e fundit e luftës mëngjes. Ka qenë dita ku nana në mëngjes më ka ndalë nga gënë. Nuk e kem as edhe 1 kilo miell për sot. Do thotë, kjo është momenti ma kritik, po që fatmirësisht mbrëmja nuk i kanë zonë forca termike në trojet tona. Edhe kemi bo miell, edhe kemi bo të mira, edhe kemi sot lirinë që e gëzojmë e inshallah do Zoti pres basbrezi. E kur nuk e harrojmë atë që ka ndodhur, kur nuk e harrojmë gjakun e derdhën për liri dhe vlerën sublime të luftëtarëve e luftetarëve të ushtrisë lëmtare të Kosovës, të thotë djemës qika, që patën guximin, patën vullnetin me i dalë sot kësaj toke që sot është e lirë dhe ka në Kosovë. Këto agrandi me ardhë në kompleksin memorial të Spisës, Po, ku me 28 mars 1999, ky vend u kthy në një varr të hapur. pikërisht, do të thotë ashtu që tregova, këtu njerëz kanë qenë në vramë në për tuva. Mendimi jam është saja që kemi pa. Do të thotë se këta kanë qenë të rreshtuar me urdhër natyrisht, edhe me urdhër të likviduar, do të thotë me breshëri plompash. Kanë rreshtu, Pa, edhe me urdhër ushtarak, pa pikë mëshire. Krejt civil. Ushtarë që janë vra, se ka dëshmorë janë vra në për pika, në për istikame, cilët
janë është vendosur me i varros tu, po civilt kanë qenë gjithë të rreshtuar, disa nashta kanë qenë edhe gunjas, po të vramë me urdhër, me komandë. Ka për i shumë shatnave, për rreth, nuk ka. Do të thotë, këtu i zbic, deri këtu po shihen, tash vazhdojnë kushërit e mi, Tërnov, me radhë kështu. Cili ka qenë pari që i vrom këtu që? Tash jemi afër varrit të Bacit Aslan. Ja, këtu është Aslan Bajrej, Tërnov. Ta kam gjetë prapërsisht 1 kilometër atje ka ardhur. Te e kthej sa parë atje, ka qenë i vrom mes rrugës. Edhe i shkelun me makinë ose kerr ose autoblind, po mirë po edhe në largësi e kom njoftë. Se ditën kur është tërhek, me ardhur deri këtu e kom pa. Me tregu drejt Osmani, djali të babës se ka pas një shitore. Edhe kur u prish komplet situata, edhe u panë që atu as nuk ka mundësi rezistence, edhe pritën çdo moment me ndërhyje me hi forcat serbe, kemi marrë si urdhër për ti, i kemi përgadit si pak ushqimore. Komplet shitoren që e ka pas me harq, që i thujmë na, e ka mbush në përqese, edhe jo kemë dhanë familjeve cilat kanë ikë. Kanë ikë për rrezës të luftimit në përpjekje në shpëtu natyrisht. E atë mramje që ka ecë edhe Baci Aslan e kum pa. Pra kur e kum gjetë vdekun atje, largë e kum hetu edhe kum ditë kush është. E kum largu për rrugë, e kum kthy marë, ka qenë personi parë që kum gjetë vdekur. Pastaj i kum gjetë këtë grupin për 27 ku kanë qenë tu ku janë varrizat, një grup tjetër 15 ma lartë, e prej ati 15 që të kemi pa, turmën tjetër që s'po shihet për shkak mjegullës, 1 kilometër ball për ball, do të thotë kanë qenë 30 vrap një vend. Janë faktet që nxjerru se gjerimet e këtu kanë ardhur masani. Na për shkak se kemi qenë shumë afër këtu, do të thotë kemi ardhur më një herë, kemi ndërhyrë. Edhe kemi pa të trupat, jena mundu me identifiku, kena mundu me dhona atë mundësin tonë organizative, është fatmirësi pronari tokës, e ka lëshu levadhën, lendinën, me u ba ky kompleks, që është sot, me u kujtu, me u nëru për jetë më të vlera i këtyne njerëzve. Plot 147 veta. Civil. Komplet civil. Të limush. Mosh, ma e vogël, ma e re, ka qenë Dafina që ta është... Valla e kujtoj Dafina, a është 2 muaj, është në fund atje. Tash edhe kemi Shkojmë të varri saj, kujtoj 2 muaj është. Janë emocione. 28 mars 1999, po një prej të mereve ma trona dhe ma të mdhaja që e ke përjetu po besoj një jetën tane. Natyrisht se nuk kam qenë veç unë që e kum pa. Kemi pa shumë tjerë. Vërtet është dhimbje e madhe. Edhe ti vetë ke qenë 16 vjeçar, ke qenë fëmijë. Qa kemi ba, të lëmë ta për veti, për vdekjen që kanë ba. Na jetojmë mbi gjakun e tyne, mbi vlerën heroike dhe martirizimin e tyne. Kur nuk do të me arru, gjithmonë do të me ndërru. Edhe të vdekurit, edhe familjet e tyne. Edhe se cilin luftetar që ka pas vullnet, ka pas zemër, me marë pushkën, në takat vetë, me thonë një armiku, vrastar, gjakatar, qëfar e ka kriju këtë masakër, stop, se të vdekur më në më zamë. Po të gjallë jo kur. Duhet më përkull, duhet më ndëru. është obligim moral, njerëzor, është obligim kombëtar. Për 1947 të formave, pjesë e varrimit që ke qenë edhe ti, cila ke... Kjo është shoku jam më i miri. Sami Gani Bajra. Ka qenë gati një vit para meje.
asnjëherë nuk jemi da bejta. Deri sa herë një moment të në ndau, për gjithmonë, a i shkoj në pjedestalin më të lartë vlerës njerëzore. Edhe në ala neve, mu shumë më u korit, mineru, e mi përkujtu sa të është jeta. Leon kë për veti. Lavdi për jetë. Historia për shkak se ti kur e ke pa kufumën e ti. Ja nuk e kom njoft. Nuk e kom njoft shukun ta. Deri sa kom pa babën e tina, pranvarit tina. Deri në atë moment. Edhe, sa ti ju kanë ra edhe baba, edhe djali i bacit dëni. Edhe i vërros ke për herë, djalin e vetëm të familjes, 7 vajzër një djal, edhe babën, Bajram. Dhe të thëtë, këtu janë një pe gjysh bashkë. Këtu janë vranë 3 gjenerata një zbicë. 3 gjenerata njerëzësh. Gjysh, Pa fajshëm. djallë, nip, mes, 3 gjenerata. E të sot janë vujtje e pasoja të asaj sakrifice, sa që shpirtnisht likështohet njeriu, nuk e gjanë do të ma korajon e mbjetesës, e një katon është zbrasë, është katun i varreve. Katun i varreve. Katun i varreve, fatkeqësisht. Edhe sot nuk jeton asnjë Asnjë, njeri. shumë pak. Këtë fshatin i zbicë janë mbi 100 shtëpi, nuk e besoj që janë 8-9 shtëpi të panu. Edhe në ajo që vjen një fund javë. Janë këto 147 varre që Pikrisht. Pikrisht. Alon, cila ke kufuma? Atje është Dafina. Mas shumë ti kur e pe dhe të lëshoj trupi, e di që blokot emocionesh ka qenë aty. Po që kur e pe njënën prej këtyre kufumave, me 28 mars 1999, për cilën të lëshoj trupi. Të ngri gjaku që Nuk më me ditë cila është me veçantë, ja, sepse gjithë kanë qenë demoluar prej predhave të mëdha të armikut. Sigurisht janë goditur me metroloz autoblindja, predhe madhe ose pluma dëmdëma, nuk e di se kanë qenë vërtet dëmtuar. Sidomos ata që i ka kapë në për pjesën e kryse kështu. aq dëmtuar sa që asë Ja, se një pas shokun të në Ja, masë. s'ke mujt me njoftë. Nuk e mujt me njoftë. Disave ju kun gjetë dokumenta në për trup, cilve janë përpjek me uqitë edhe mi trup, që kun vjen dikush pas meje, me pas identifikimet e tina, po me kohë, dikush e ka njoftë babën e vllahun e shokun e kusherinin edhe do të thotë, janë identifikuar gjitha, edhe me 15 prill 99, aksioni tjetër, edhe ma barbar, se ky vrasjes është aksioni i Serbisë për nxjerrjen e kufomave. Këtu janë hek krejt kufomat. Edhe atë ditë janë vrarë dhe 12 tri tjerë të fshatit Broj, shumica dominojnë, shalë Brojs, që janë vrarë, dhe të thotë që i kanë zanë gjatë përpjekjeve kur janë arë me i tërhe kufomat. I janë të dëru njerëz argata që tjuna që kanë pas, po thjesht me një bombardim teger prap. Njëtin, po thuj se nështë edhe ma të ranë se kur e ka marrë aksionin. Për me kry këtë masakër, ka qenë aksioni kur i kanë tërhek edhe i kanë zerë kufomat komplet. Ta shkujtoj është numër i vogël, i njerëzve që nuk janë gjinë, shumica e në gjinë, janë rivarros prap, po janë edhe disa që mungojnë. Të më thonë armikut serbëve. Nuk i mjaftoj që e bani gjithë këtë masakër dhe shumë masakra tjera, po me 15 prill të natën nëntës, prap i kanë zhvarru. Kjo është Dafina, më do këtë fëmijë më i vogël, a kujtoj nuk i ka pas 6 muajshe, kjo normal është 6 muajshe. Është 98-ës, 99-ës, po. Sigurisht funi 98-ës, 99-ës është, kujtoj 6 muajshe. Ka qenë Dafina, nuk më ka ra mu me pëdat me varrimin e sajna,
natyrisht që i kum po këto janë një pjesë e fëmijëve, grave që janë vra me granata. Jo direkt këtu në vend ngjarjes, po kur i kanë marrë familje që i kanë da burrat pe grave, burrat i kanë nalë për ekzekutim, gratë i kanë njësë për Shqipni. Po në turmen e grave, e ka bombardu me mina hedha. Edhe atu kanë vra gra, atu është vra dhe Dafina. Një fush, një 6 muajshe. 6 muajshe. Edhe. Tash është këto, Këto po që me nëru e me kujtu sa t'jem gjallë. Edhe këta dhe se cilin për ty, edhe ku do qoftë në përvenin tonë, ku njerëz e kanë dhënë më të shtrejten për lirin tonë. Lavdi për jetë e motë. Kundër gjithë sakrificave, gjithë atyre jetëve të humbra, gjithë ati gjaku të derdhën që nuk do të mu harru, sa të jemi të lirë. Kanë kalu 26 vite prej luftës edhe jemi të lirë. Qa ka qenë liria për ty a gra në kohën e luftës? Dita e parë e shlirimit, apo fillet e para, ditë e para të lirisë, pak e kujtoj. A di pse? Përkundër asaj dhimbjes që kemi pas, asaj sakrifice, asaj vujtje, nuk kem dit as me u gëzu. Ja, s'kem dit me u gëzu. Ka ardhur njeri që ka qenë i shpërngullur prej venit me dhunë, ndërkohë këtu ju ka vra baba, ju ka vra vllav, ju ka vra djali. Kur ka ardha ke mujt me thonë për hajrë liria, apo dasht me thonë zotit lashnësh, si dikon e ke vra, tu ka vra, do të thotë. Janë një ndjenjat përzime. S'ke mujt më gëzu. Nuk mund është më gëzu. Shpiç shkërmbune, njerëz të humbur. Nga kjo masakër ku i nda burra e gra, ka gra tona që i ka marrë qëtu, armiku e i ka qu derin kufit Shqipnisë. E prej atuit i ka këthy prapë edhe herë. Edhe vesh një natë i ka lonë edhe prapë i ka njësë në kom. Nuk e ka bon vesh një rrugë për Shqipni. Po 2 herë Kosovë Shqipni, njën gratë e gjalla, njën fëmija gjallë sot, që kanë përjetua të merë. Me kere sot pritoj me shku. Vujt e sakrificë, këto që po i kallëzojmë, e po i faktojmë, janë për brezat që vinë, për brezat që kanë lindë mas luftës, me i kujtu, me i nëru sa është bërgjë. është baraj moral, kombëtar, njerëzor. Nuk është e lehtë as për mua. As për secilin që dham prononcimin tilla. Është siklet, është rikthim i mërzisë, por është borxh. Që duhet me thonë të vërtetën, është borxh një ulon amanet, trive, trejell, se ky vend nuk është boshatis, as nuk ju ka kthy shpina edhe kur u dasht me dhënë jetën. E jo sot për çështje terciale, materiale. Lumta për veti. Lavdi dërshekuj gjithë tranve kurdo dhe kudo që kanë rënë për lirin e vendit tonë. Lavdi gjithë dëshmorëve dhe këtij kombi. Lavdi. Po edhe faleminderit ty edhe secilit pjesëtar të ushtrisë qeverimtare. Po në këtë rast ty si 16 vjeçar ke qenë fëmijë. Edhe e ke ka parmën edhe me i dalë zot vendit tonë. Ne jena mënu me bo diçka për vendin tonë. Sublimimi është mbi këta që kanë dhënë jetën. Thjesht, ne dikush e kemi ka pushkën, dikush ka gatu bukën, dikush ka hap istikamin, dikush ka qu pare për me ne bleni një fishek, me ne bleni uniform, është kontribut, a vlera e liris e shtetit tonë, e atë dhev tonë, është mbi se cilin ne, po është mbi gjakun e tyne. Kjo është themeli i shtetit tonë. Kur nuk do të me harru, të lëmë ta për veti, e inshallah do Zotin, nas kur rritemi, i kujtojmë, e i nërojmë, e kujdesemi për familjet e tyne, për fëmijët e tyne,
për shtetin tonë që kemi amanet prej tyne se kanë dhënë jetën për ditë sotit, për lirin tonë. Ka një fjallë që nga intervista ka një që përdo më përsëri prapë. Lufta ushtrisë çlirimtare ka qenë çlirimtare. Na nuk kemi shku me vra, me pushkatu, me djeg shtëpit, me dhënu në shtëpit e askujt. Definitiv. Krejt këto ka i prekum në asad. Prej o borët tim edhe këtu, jem me mija vite këtu. Krejt luftën, edhe gjdo gjan, e deri të ky gjak i derdhen, janë të këti veni. Na po flasëm gjithmonë prej vlerës dhe i të gjaku i tyne që ka përfundu në tokën tonë, jem këtu. Den baba den. Prandaj, jo që s'kemi shku dikun me luftu. Po këtu kemi luftu, këtu kemi vdek, këtu kemi jetu me mira vjetë, prej si thujnë bukës buk e ujt uj. A ki një mesazh një përësit e njën. Sot jemi në liri, edhe gëzojmë këtë liri, po sot po kemi shumë polemika dhe debate dhe po tentojmë me shkel mbi gjakun e gjithë dëshmorëve dhe atyre që kanë dhënë gjithë shka për lirin që sot e gëzojmë. E kanë dhënë ma të shtrejtën jetën, e s'po flasë ma ndej për ma tej. Qëfar përësie, qëfar mesazhe? Veç munën më korrit për veti. Kur një jetë nuk munën më ndryshu këtë fakt. Këto varre nuk lëvizin për këtuajt. Këta i kanë ngurt, i kanë themelet. Jemi ne të mbjetorit që kujtojmë, nderojmë, vimi, vizitojmë çdo vit. Edhe kemi me përcjell edhe të djalet qik brez pas brezi. Edhe me u kallëzu qoftë me vizita, qoftë me libra, qoftë me gjithë shka, sado që stagnojnë disa procese, e nuk lexohet mjaftueshëm, e nuk mësohet në për shkolla mjaftueshëm, e nuk ligjerohet në për fakultete mjaftueshëm, gradual kemi me ju tregu që ky vend është i këtyne herojve, i këtyne martirëve, i kësaj lufte çlirimtare. Ky atë është i joni, edhe fjalët mundet veç me kriju pislaçe e budallakina për vete. Nuk ndodhen ta, asnjëherë. As në jetë gjallë që kemi dhënë kontributet tona. Ata kanë me vdek me marre, ai që përpiqet me ndryshu faktet e vlerave tona. S'monën me ndryshu. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është vlera ma sublime. E thash edhe më herët. Gjaku i tyre është themeli i këtij shteti. Puna jone sotshme është ndërtimi i këtij shteti. Duhet punojmë me zell, duhet mësojmë mirë, duhet shkollohemi mirë, nuk duhet më mashtru për pare, për interesa, për benefite, për grada, por ta kemë këtë bazë. Qështu duhet atë dhe ja. Prej gjaku deri te puna. Jo me shpifje, me rena, me mashtrime, me propaganda, me përpjekje me ndryshu histori, me ndryshu, nuk ndrysha kur gjo. Thjesht kanë me u korrit, nuk ndryshot. E kështu. Ka shumë nderë dhe të nasim në bisedu. Faleminderit juve, që keni gjetë kohë. Faleminderit për gjithë mesazhet që i dhe dhe faleminderit që ndovini të copë shpirti me neve. Falenderoj prej zemrës edhe... Deri është i njimi, pa marrë parasysh, se është e sikletshme, është e rënë, na rikëthen të momenti kur i kemi pa këtë njerëz, kur i kemi varros të njerëz, kur i kemi ndje atë dhimbje, rikthehemi të dhimbja njëjtë, është plagë që nuk shërohet asnjëherë. Nuk është e lehtë, asnjë fjalë për ta. Por e bëjmë për brezat që vinë. Po që do të mu folë edhe do të mu harru. Kur zot Për shkak se kjo liri që sot e gëzojmë edhe e festojmë edhe e frymojmë çdo ditë, është pagu me gjakun e tyne. E vërtet, lumta për veti, lavdi shekujve, lavdi të nënve, i madhe i vogël, burrë, gru, fëmijë, që kanë dhënë jetën për liri. Ne duhet një jemi krenar se si e kena pagu tokën tonë, atë dhejën tonë, se si e kena ndërtu në shtetin tonë. Edhe të gjallë që kanë vlera, e lema këta që kanë dhënë më të shtrejtën. Prandaj e kemi borç.
varet e këtyre janë vetë liria. Vetë liria, është themeli. Janë të ngurë themelit shtetit tonë. Nuk janë thjesht varre. E një njeri të rëndonë që nesër unë ka me vdek, mi bo një varë, po jo këta, s'o në nëza asë njerë. Prandaj jo ka të thash, e kom thonë dhe ma herët, se si cili prej neve që kemi mbjetu për e lufte dhe dim rëndësinë e vlerës ty në njerëzve, e ki shumë dasht një vdekje t'ilë. Po s'kemi me mujtë me nëza asë njerë. Klumta, lavdi shekurja. Gjallë edhe jeni dëshmia e gjallë që mundet me folë, çka kemi përjetu na si popull. Faleminderit juve. Faleminderit që i ndave gjithë historinë tonë dhe gjithë përjetimet me plot nasi. Gjithë traumat tua me neve. Faleminderit juve. Faleminderit. Miru pashim. Që ky prind i 5 fëmijëve ka qenë. Fëmijët e tjerë nuk dinë ku janë, as nonën s'dinë ku janë. Unë vetë jam arsimtar. Më ka dashur me marrë armë e me mbrojt familje mas pari familjen me mbrojt. Që 84 vjet ke pas luftë me tonë, se njeri as ku shumë nonën, as ku shumë bëtra, as ku shumë buka, as ku shumë fëmija, as ku shumë gjoja.